processuale. Kush janë ekspertët që Të nderuar miq, pas pjesës së parë me lajmet të cilat i kemi përzgjedhur në këtë emision 104.1 është radha për mësafirin në studio, pra si zakonisht tek pjesa e dytë, ku për sot kam të ftuar Qëndrim Sutaj, student në Fakultetin e Logopedisë, i cili na vjen nga Deçani dhe do të flasim për këtë temë, për këtë fushë me disa prej pikave më të rëndësishme, meqense si fushë, si temë është begi e gjerë. E nderuar, selam aleikum sirve. Aleikum selam, faleminderit për ftesën. Prej që punoj në media, nuk e di që kom pas ndonjë logoped në studio, ku e di, do mos ka ndonjë arsye vetëm kështu, por që sidomos kohëve të fundit shohim sidomos tek fëmijët moshave të vogla, domethënë që kanë probleme të folur, dhe është aktivizuar interesi për logopedë kështu me radhë, sepse nuk ka qenë shumë edhe interesi siç ka qenë përmendoj për disa fushat e tjera. Logopedia, psikologjia kanë qenë si anash, por tash kanë po njerëz që është begi e nevojshme. Atëherë, çka është logopedia dhe me çka merret më konkretisht? Atëherë për me bëni një përmbledhje të shkurtër në sqarim të qartë. Logopedia është një fushë, është një sferë e cila merret me çrregullimet e artikulacionit, domethënë pastaj merret me çrregullimet e zërit dhe merret me çrregullimet e gëlltitjes. Një prej gjërave që në lidhje me logopedinë duhet ta bëjmë qartë sepse tek masa është një gjykim i pasaktë rreth logopedisë, nga se shumë prej njerëzve e kanë përkufizuar logopedinë vetëm si fushë e cila merret me rregullimin domethënë artikulacionet vetëm të fëmijët. Por jo, logopedia është një sferë më e gjerë se kjo dhe ka një shtrihje më të gjerë. Domethënë bie ka nevojë të rriturit? Po, padyshim edhe të rritut ka nevojë. Madje edhe të moshuarit me raste të caktuara. Pra, e përmenda si fillim, pse nuk është bërë, nëse mund me thonë, propagandë më herët për logopedinë, për përfshi këtë rast edhe psikologjinë, nevoja për bënd vete për disa fushat që të interesohet më shumë, apo në këtë rast logopedët nuk kanë lëbu shumë për veten e tyre? Po, realisht, shkenca logopedisë në vendin tonë është për shkencave të reja. Për shkencave të reja do më thonë që është inkuadruar në shoqëri, edhe aty ka ndikuar shumë faktorë, që do më thonë logopedia me met në një çosh të skenës, në kuptimin se nuk është shumë e njohur tek masa. E këtu ka ndikuar do më thonë që njerëzit nuk kanë qenë të informuar sakt, nuk kanë qenë të mjaftuar, nuk kanë qenë të informuar mjaftueshëm rreth kësaj fushë, dhe së rrjedhoj domethënë kanë përshtypje dhe gjykimet e tilla mbi logopedinë. Kush ka më shumë nevojë për logoped, fëmijët apo të rriturit? Po, realisht, fëmijët janë ata që kanë nevojë më shumë për logoped, për shkak se tek fëmijët është pikërisht mosha ku fillon domethënë edhe zhvillimi i artikulacionit, edhe zhvillimi i të folës. Andaj domethënë gjatë zhvillimit aty ekziston hapësina që për gjatë zhvillimit me pas pastaj edhe çrregullime. Edhe kështu që domethënë për rasteve më të shumta janë që kanë bëjë me fëmijët. Mirë po, çush e theksova edhe më herët, nuk është logopedia domethënë shkencë vetëm për fëmijët ose shkencë vetëm me fëmijëve. Nuk përkufizohet në këtë formë, domethënë është përkufizimi i pasakt ose gjykimi i pasakt nga masa. Por logopedia është edhe për të rriturit, edhe për fëmijët. Ku ka nevojë njëri për logoped, përfshim fëmijët tash, për shembull i ba 2 vite, 3 vite dhe nuk flet, dhe menjëherë ka më interesu për një logoped, për një psikolog dhe më këshyr ku është problemi. Kur është mosha që ndoshta ose cilat janë simptomat që mundesh me ditë që një djalë, një vajzë ka nevojë për logoped? Po, nëse i referohemi një pasqyre të grup moshave, nëse kushtimisht kishim mujt me quajt kështu, atëherë kishim me thonë që kishim mujt me ndan këtë formë. Do të thonë prej moshës, do të thonë 12 muajsh deri me 15 muajsh, duhet më parë si rrezik, do të thonë si shqetësim që për më vizitu logopedi, nëse fëmia do të thonë nuk përdor asnjë fjalë kuptim plot ose nuk kupton asnjë sinjal. Pastaj tek mosha do të thonë domethënë 15 muajsh deri me tutje, nëse nuk ka fjalë të qarta hiç, edhe nuk kupton domethënë sinjale kur ti komunikon me ta, pastaj tek mosha 2 vjeç ku ka më pak se 50 fjalë dhe që nuk arrin me lidh fjalët, po ashtu të mosha 3 vjeçare dhe realisht edhe të gjitha moshat nëse fëmia nuk përgjigjet fare ndaj emrit të tij, domethënë ti e thret ose komunikon me ta, ai nuk e ka vëmendje, nuk përgjigjet fare ndaj emrit, ose domethënë ai nuk shikon kur ti komunikon me ta, nuk shikon
fare drejt për drejt në sy, ose ndodhet që pastaj ka raste ku ka regres, ku fëmia i ka pas disa fjalë, i ka artikulu disa fjalë, por domethënë ato fjalë fatkeqësisht kanë humb, si pasojë e përkeqësimit të gjendjes. Deri në çfarë moshe mundet një prind mos mu merakos shumë për fëmijën e tij apo të saj që s'po flet? Realisht prindi nëse nuk vizitohet me logopedi, është bashkëfajtor në rritjen e çrregullimit të fëmijës. Për arsye se në momentin e parë që ti arrin që me identifiku problemin ose çrregullimin, atëherë ti ke arrit domethënë që me menaxhu me kohë, edhe ke arrit që me menaxhu ma lehtë. Domethënë që problemi mos më urrit edhe çrregullimi mos më urrit. Kështu që për prind domethënë në momentin e parë që çuçi cekë më herët simptomat të grup mosha të ndryshme, atëherë prindi duhet domethënë në momentin e parë, në hapin e parë që vjen që fëmia po ka probleme të folur ose po i paraqet këto shenja, atëherë padyshim që duhet më informu logopedin. Cilat janë problemet më të shpeshta që i trajton një logoped? Problemet më të shpeshta të cilat ballafaqohet një logoped janë është belbëzimi, domethënë çrregullimet në rrjedhshmërinë të folurit, është shqiptimi, shqiptimi i shkronjave në formë jo të saktë ose ngatrimi i shkronjave, zakonisht këto në raste më të lehta, pastaj disfagia ose problemet me gëlltitjen, zakonisht kjo është të shfaqur tek foshnjat të cilat kanë probleme, domethënë të foshnjat e lindur para kohe, edhe tek të moshuarit, për shkak të dobësimit të muskujve të gëlltitjes. Pastaj problemet e tjera, domethënë si disartria që kanë ardhur si pasojë ose si rezultat e ndërhyrjeve kirurgjike, edhe që ka ndodhur që gjatë ndërhyrjeve kirurgjike më prek domethënë organet e të folurit. Sa ndikon një logoped tek ata që belbojnë ose belbezojnë? Po sa mund të jetë, se mund na më thonë thonjza shërues ose mjekues me këto probleme? Domethënë në rrafshin e mjekësisë, në rrafshin e shëndetësisë, ata domethënë dera e vetme për belbëzimin është logopedi. Për shkak se logopedi ndjek format, në radhë të parë e shikon domethënë gjendjen e pacientit, atij që është duke kërkuar ndihmë, e vlerëson gjendjen, pastaj përdor metodat e caktuara dhe ushtrimet e caktuara që pastaj më rregullu belbëzimin. Logopedia është një profesion i njohur dhe i vlerësuar në Kosovë, në fatikisht është një profesion i njohur dhe i vlerësuar në Kosovë, po thuaj se në Shqipëri apo në vendet ballkanike. Po realisht tek vendi jonë mundi me thonë që logopedia e ka marrë hovin ose është njoft. Tash a shumë pak tek masa kjo ndryshon, po është njoft gjatë dekadës së fundit. Para kësaj dekade logopedia thoj se nuk ka qenë e njoftur, nuk ka ekzistuar fare, kuptimin në rrafshin e njohjes nga masa. Mirë po fatmirësisht në vendin tonë çdo herë më shumë është duke pasur përmirësime. Edhe është duke shkuar drejt progresit të njohjes se me çka merret logopedia dhe domethënë konsolidimit si profesion. Po ashtu edhe në Shqipëri, gjendja është jashtëzakonisht më e mirë se tek na, për shkak se kuadro ka më shumë, programet studimit ka më shumë. Gjithashtu edhe në vendet e tjera ballkanike, mirë po edhe në Kosovë progresi është duke u rrit. Pra është duke avancuar si shkencë në vetë. Po për shkak është duke avancuar për shkak të dy komponenteve. Edhe është duke konsoliduar si programet e studimit. Në Kosovë domethënë ofrohet vetëm një vend si program, edhe për shkak të rritjes së numrit të rasteve. Domethënë këto dyja në sinkronizim njëra me tjetrën bëjnë që logopedia më urrit. Në fakt e përmendë kalimti, po ndoshta ka pas nevojë më shumë më zhvillu tek çështja se në çfarë moshe prindrit duhet të shqetësohen nëse fëmia e tyre nuk flet. Për shkak se jam i bindur që pas përfundimit të emisionit ka më pas shumë interesim. Vajza ime djalem nuk po flet, ka bërë kaq vite, ka disa simptoma, disa thonë flet pak, disa nuk dëgjon, disa nuk shikon. Do thotë siç e përmendet që e thret në emër, por nuk edhe komunikimi pasaj me botën e internetit që do të dalin pas kësaj. Apo na shpjegoj pak më gjërësisht çështje moshat ku janë të farë simptoma që një prind me të vërtetë duhet më merakos për fëmijët e tij. Po, ashtu tash po kthejmë te pikat që përmendëm kalim se domethënë grup moshat sikur prindi duhet më pa të arsyeshme që më konsultu me logopedin. Në momentin që
ashtu që ceken përkitazi me moshën, edhe varësisht për rregullimit, merret domethënë edhe hapi veprimit. E përmendëm fillim se në moshën 12 muajshe, domethënë kur bëhet 1 vjet, zakonisht është koha kur fillon me u zhvillu procesi artikulimit, edhe fillon domethënë fëmia me pas nga një domethënë fjalë të pakta, mirë po ai i cili është domethënë nëse procesi i tij është zhvillu në rregull, atëherë domethënë ai edhe pse ka fjalë pakta, ka fjalë domethënë të qëndrueshme dhe kuptim plotë. Ndryshe prej rastit të çrregullimeve kur edhe pse duhet me pas fjalë të pakta, duhet me pas kuptim plotë, në këtë rast ata që kanë probleme nuk i kanë kuptim plotë. Pastaj e kthehemi te mosha 2 vjeçare, kur fëmia duhet me pas domethënë diku rreth 50 fjalë, ashtu që vlerësohet nga ekspertët. Nëse arrin me pas më pak se 50 fjalë, edhe gjithashtu tjetra nëse nuk arrin që me këto fjalë me formu fjali, atëherë duhet më pas shqetësim edhe hapi parë që me konsultu logopedin. Po ashtu në çdo moshë, kjo prek edhe moshat që kanë matritur, nëse fëmia domethënë nuk reagon fare ndaj emrit të tij, çu e theksova më herët, atëherë është një prej simptomave. Mirë, po kemi raste kur rasti është i komplikuar, edhe ndërhyrja duhet me qenë ndërdisiplinore, që i bie se jo që duhet me ndërhyj veç logopedi, por duhet me ndërhyj edhe profesionistë fushave të ndryshme në bashkëpunim me logopedin. Kur janë këto raste janë kur atëherë ne le të kemi për shembull fëmijë ose person që kërkon ndihmë te logopedi e që është veç me probleme të foljet, por ka edhe probleme të zhvillimit motorik, e që kjo e përkatëson jashtëzakonisht situatën e trajtimit pacientit. Pastaj ka fëmijë që përkitazi shoqërohet edhe me rregullimet e problemeve të foljerit, domethënë me probleme të foljerit, edhe me autizëm, dhe këto raste pastaj do të mu trajtu bashkërisht edhe me profesionistë tjerë. Dalim tek problemi kryesor, jo vetëm tek fëmijët, por edhe tek të rriturit, teknologjia e cila i ka sigurisht benefitet e veta, por i ka pastaj pasojat të cilat po shifen edhe tek fëmijët, por edhe tek të rriturit. Sa ndikon këtë rast teknologjia apo normal telefonat e kështu me radhë në zhvillimin e të foljet tek fëmijët? Nëse kishim dhënë ndikimin e teknologjisë tek fëmijët në këtë rast, atëherë kishim dhënë 2 tabore. E kishim dhënë taborën e ndikimit negativ dhe taborën e ndikimit pozitiv. Nëse referohemi taborit të ndikimit negativ, duhet me pas të qartë se kjo vije si pasojë e abuzimit të fëmijës me teknologji, edhe kjo ndodh kur prindi nuk është i kujdesshëm, edhe në këtë rast edhe prindi është bashkëfajtor. Zakonisht çush ndikon negativisht, ndikon që fëmia ku të ekspozohet shumë para ekranit, ndikon që me e paksu me pas regres në artikulimin e fjalëve. Pastaj ndikon që me pas raste që edhe mos me fol hiç, si pasojë e abuzimit me teknologji. Kjo si pasojë që është shfaq shumë para teknologjisë, edhe domethënë nuk ka pas rast që me fitu aftësitë të foljerit. Nuk ka pas rast që me metoda të ndryshme me fitu aftësitë të foljerit. Nëse i referohem tash ndikimit pozitiv, atëherë ndikimi pozitiv duhet të bëhet në krye me prindin, çush me u realizu kjo, duhet me realizu kur teknologjia tek fëmijët përdoret në pranitë e prindit, edhe prindi është ai që komunikon me fëmijën kur ai përdor teknologjinë. Benefitet e ndikimit pozitiv tek fëmijët domethënë janë që fëmijët mësojnë fjalë të reja, duke i mësuar ato përmes ngjyrave, në platforma të ndryshme e kështu me radhë. Mirë po duhet me pas të qartë një parim, çdo gjë e cila të prohet është e dëmshme, edhe kështu që prindi duhet me pas të qartë edhe mos me leju që më po vetë shkaktar që fëmija me pas probleme pastaj. Cilat janë shenjat paralajmëruese që një fëmijë ka nevojë për logoped? Po, kjo është domethënë pyetje e cila lidhet me ato pyetjet e tjera. Shenjat paralajmëruese që një fëmijë ka nevojë për logoped është kur nuk arrin me kriju fjalë sa duhet, kur ka lodhje në shqiptimin e fjalëve, për shembull në vend se me shqiptu një fjalë si duhet e shqipton ma ndrysh, pastaj kur e ndrën ndërimin e shkronjave, kur belbzon, që në raste të shumta, dhe ku domethënë ka raste edhe ku nuk fol fare. Sa ndikon socializimi i fëmijës në këtë rast, edhe në fshatra, edhe në qytete, dhe thotë ku ai socializohet, luan me fëmijët në borën e për sokake, se sa kemi shumë fëmijë që të moshave të mesme që janë vazhdimisht të mbyllur në ambient për shkak të teknologjisë.
Pra po e shohim shumë nana, shumë baballar që thonë fëmijës dhe luj, socializov edhe njëkohësisht edhe pastaj ka edhe më rreth me artikulu fjalët me qenë më i kapshëm. Padyshim, të qenë prej abuzimit, do më thonë fëmija me teknologjinë, po vjen si pasojë që leqe mos me pas progres në artikulacion, po vjen si pasojë edhe që mos me u socializu sa duhet ose mos me u socializu fare. Edhe kjo do të më pasi një ndër rreziqet kryesore, të cilat jo që e ka nosin veç një familje, po e ka nosin një komunitet tërë, sepse nuk është një rast dy, por janë rastet të shumicës dërmuese, edhe kjo është një përshqetësimeve që çdo profesionist në çdo aspekt të tij, çdo formë të tij, i dashur me paralajmëruar kundër tij. Duke mos u socializu, ose duke mos nda kohën edhe me lodra për shembull, ose duke mos nda kohën pastaj edhe me lexim, edhe me libër, sepse na e dim që pasuruesi më i madh i fjalorët leksikut është leximi. Duke mos nda kohën ashtu siç duhet, kanë ardhur deri te këto probleme, pastaj që prindit po ankohen, e që në fakt janë vetë shkaktar të shëndetësisë. Sa mund të ndikojë stresi ose trauma të vonesa në të folur, por njëkohësisht sa mund të pas stres një fëmijë që me ndiku mos me folaj. Po, zakonisht ndikimi i stresit e traumës është edhe te fëmijët, po edhe tek të rriturit, të moshës madhore. Zakonisht situatat e stresit dhe të traumës ndërlidhen kur personi në fjalë ka pas një tragjedi në familje, domethënë i ka vdekur dikush i afërt, sidomos mund të flasim pastaj që mund t'i ketë vdekur ndonjë prind ose kështu me radhë, pastaj ka pasur raste të abuzimit në familje, dhunës në familje, qoftë ajo fizike, qoftë ajo verbale, dhe kjo ka ndikuar që fëmia ose i rrituri me e humb aftësinë e të folur ç'është duhet, ka ndikuar që me bëlbëzu. Ka ndikuar domethënë në situata të caktuara kur ai duhet më shpreh, ai më vanu të shprehurët ose mos më shpreh ç'është duhet ose më ngurru, domethënë më shpreh, edhe kjo si pasojë e stresit edhe traumës. Gjithashtu stresi edhe trauma mund të marrë edhe si pasojë e rasteve të ndryshme të fataliteteve dhe aksidenteve që mund të ndodhin. Me çfarë çështjesh mund të ndihmojë logopedia apo logopedi tek të rriturit? Po, zakonisht logopedi si parim tek të rriturit e ka që me i kthy edhe me i rekuperu aftësitë e të folit. Ndryshe për fëmijëve që janë me ndihmu me zhvillu, tek të rriturit është me i ndiku që me i rekuperu. Është më lehtë më marr me të rriturit se sa me fëmijët? Po tash varësisht për vlerësimit të rasteve. Se ka për shembull për rasteve të lehta, që është për shembull raste të shqiptimit e kështu me radhë, ka varësisht për rasteve që janë. Pra se mosha bën veten që fëmia është më lehtë më përmirësu dhe me. Po, është edhe ky një aspekt, mirë po në anën tjetër edhe ai i moshës madhore mundet shpesh që me të qenë shumë i komplikuar. Po edhe i fëmijës në këtë rast. Po kthejmë tek të mosha madhore, ç'është ndikon për shembull ndikon në rastet kur ka pasur fatalitete ose aksidente, edhe ka ndikuar që me pas trauma, domethënë edhe në sistemin nervor, si rrjedhoj nga sistemi nervor ka ndikuar që me pas trauma në të folur. Logopedi pastaj këtu përdor ushtrime, praktikime dhe forma të caktuara, qoftë ajo përmes tabelave, qoftë ajo përmes programeve softuerike kështu me radhë. Dhe ndodh që për shembull ai moshës madhore i rrituri ka pasur ndërhyrje kirurgjike në zona këtu, domethënë në zonën e fytit, në zonën maksilofaciale, edhe si pasojë ka ndikuar që ajo ndërhyrje me qenë shkaktar që më prek edhe të folurit, edhe pastaj këtu logopedi vlerëson situatën dhe ndihmon. Sa mund me ndihmu logopedia tek persona që kanë pasur goditje në trum? Sa ka me pas efekte ata? Po, në radhë e parë vlerësohet situata, vlerësohet nëse goditja është afatgjatë ose afatshkurtër për shkak se ndodh shpesh që me humb kujtesa fare, edhe pastaj këtu duhet më bëni ndërhyrje tjetër. Domethënë me bashkëpunuar edhe me profesionistë tjerë, ndihmon duke e kthy tash duke vlerësu, ndihmon pastaj duke e kthy procesin e të folët me anë të ushtrimeve, pastaj me anë të praktikimeve, pastaj me anë të shkrimeve në tabel, pastaj me anë të diktimeve kur logopedi dikton edhe pacienti imiton me kështu forma të ngjashme. A mund të përmirësohet shqiptimi i gabuar tek një i rritur? Po, ashtu që mund të çysh bëhet fjalë shqiptimi i gabuar për çka më saktësisht? Bëhet shqiptimi i gabuar për shembull në rastet kur pozicioni i gjuhës nuk është në rregull dhe si rrjedhoi del pastaj shkronja gabimisht. Po tek shqiptimi i gabuar ndalidhet pastaj edhe problemet
me leksikun dhe problemet me shkrimin. Kështu që janë përjasave të cilat trajtohen, qoftë me një seancë ose edhe në 4 seanca dhe nuk është problem domethënë trajtimi i tyre. Ndoshta është dashur si pyetje me qenë e para, por sa është e vështirë me qenë student në logopedin? Përgjithësi është një lloj propagande për shëndetësinë apo mjekësinë që është e vështirë me studiu mjekësia e që logopedia sigurisht është pjesë e saj. Besoj që ka student shumë që ka në fusha tjera, me qenë se më tregoni pak a shumë sa është e lehtë me qenë student, besoj që nuk di sa keni probleme me literaturë dhe me qasje në për programet të pas parasysh që çdo fakultet të ne ka probleme pak a shumë me literaturë. Ai i cili ose ajo e cila veç ka zgjedh që me u bë logopede, atëherë normalisht që nuk ka me pas problem, për shkak se ambicia dhe vullneti dikon që e bën veten. Kjo është në të gjitha fushat, ai cili ose ajo e cila ka ambicie bën që me e kalu lehtë. Sa i përket studimeve në logopedin, është logopedia që tham në fillim, është një ndërhyrje e shkencave të ndryshme, domethënë një ndërlidhje e shkencave të ndryshme, qoftë ato mjekësore, qoftë psikologjike, qoftë pastaj nga neuroshkencat, qoftë nga pedagogjia, zakonisht lëndet e cilat e vështirësojnë nëse kisha mujt me thon kushtimisht, logopedin janë lëndet anatomike, domethënë lëndet nga mjekësia, pastaj diçka nga psikologjia, pastaj lëndë tjera, mirë po e mira është se në drejtimin e logopedisë nuk ka matematikë, edhe ata që nuk e do matematikën mundet me Ata do hiç matematikë aty? Kështu nuk ka çem pëlqen matematika. Efektivisht nuk e ka. Që që keni punë me bashkëpunim me psikolog, me mësues, me mjek, me konkurenca apo të vetën? Po ose është i domosdoshëm bashkëpunimi në këtë rast? Po padyshim, inkuadrimi dhe konsolidimi i logopedit në çdo institucion publik, domethënë aty ku duhet, është tetë nevojshëm, qoftë kjo duke inkuadru nëpër QKMF, domethënë nëpër nivelet parësore, pastaj nëpër spitale, pastaj në QKUK, që fatkeqësisht numri i logopedëve prezant është simbolik edhe çëshak në njëjtën kohë, edhe nuk ka progres. Gjithashtu duhet me pa të nevojshme që më inkuadru logopedet edhe në institucionet arsimore, e që në shkolla thuaj se nuk ka fare, madje që nuk ka fare logoped, por nuk ka as psikolog mjaftueshëm. Domosdoshmëri që është për psikologun ashtu edhe për një logoped me qenë në shkolla? Po padyshim se nëse i referohem disa dhënave, disa matjeve që mbo, atëherë neve në një klasë me fëmijë me nxënësa, na del dikun që 3 deri në 7 nxënësa kanë probleme për logopedin. Edhe kështu që padyshim që do të më pa e nevojshme inkuadrimi i logopedit në institucione arsimore. Po ashtu edhe në qendra të ndryshme. Ka staf, ka kuadër të mjaftueshëm? Po ose ka logopeda të mjaftueshëm me inkuadru në për institucione? Logopeda të mjaftueshëm ka dhe përritet, mirë po ndihmesa dhe bashkëpunimi nga institucionet është i dobët. Nuk ka plotësojnë kriteret gjithë me qenë pjesë e institucioneve publike, sepse jo të gjithë ndoshta kanë aftësitë ose të arritet atyre që mund me qenë pjesë e një institucioni publik në këtë rast. Vlerësimin kryesor e bojnë vetë institucionet. Kështu që duke bërë vlerësimin, ata mundën me përzgjedh. Mirë po logoped ka edhe logopede, por inkuadrimi edhe bashkëpunimi me institucionet nuk është. Domethënë institucionet nuk e kanë shtyr përpara inkuadrimin e logopedisë nëpër institucionet publike. Edhe me qenë se jemi ka fundi, cilat janë sfidat e juaja, domethënë e logopedëve në këtë kohë? Sfidat e logopedëve në përgjithësi janë që në radhë të parë informimi i masës karshir logopedisë dhe problemeve që i trajton. Edhe pjesëmarrës domethënë se masës në të është i vogël dhe i ulët, edhe kjo bën veten që pastaj njerëz me hezitu që me ardhë dhe me u konsultu me logopedin. Gjithashtu, qysh e përmendëm dhe thonë edhe sfida e mos konsolidimit të logopedit në institucionet publike, ose ata që ka janë domethënë është numër simbolik, edhe që shak njëjtën kohë. Pastaj tash në rrafshin praktik dhe në rrafshin shkencor të fushës profesional, atëherë pastaj sfidëve edhe rastet, probleme të ndryshme. Atëherë qëndrojmë sigurisht ka edhe shumë pyetje rreth kësaj fushë, por kësaj teme, por kaq kishim kohë dhe hapësirë për sot, duke shpresuar që do të takohemi prapë për të trajtuar pika tjera të kësaj teme. Faleminderit shumë.
Faleminderit për juve. Suksese në karrierën tuaj, ndërkaq të nderuar miq, këto është fundi i këtij emisioni, takohemi nesër dhe atëherë mi mbeç. I started the process all the Kush janë ekspertët që